Nuk jemi kundër vendimit, nuk jemi për mos me dalë në tregun e hapur, por nuk është momenti se ka qenë periudha shumë e shkurtë. Duhet t'jekët 50 punëtor, duhet t'jekët edhe numri i qarkullimi në 10 milion, po duhet tjetë me shpenzim. Kjo do të kishtë me pas efekt edhe të investimet e huaja, se dihet që energjia elektrike ose çmimi i energjisë elektrike është një ndër faktorët pse një investitor vije dhe investon në Kosovë, për shkak që çmimi i energjisë ka qenë më i lirë. Nëse është më shtret, dhe na del më shtret se sa i rajonit, atëherë do ta kemi vështirë që përveç sfidave tjera, edhe me këtë sfidë sillen investitorët e huaj. Për këtë arsye kërkesa e odës ekonomike të Kosovës, si zë i biznesit të Kosovës, është që ky vendim të shtyhet. Nuk jemi kundër vendimit, nuk jemi për mos me dalë në tregun e hapur, por nuk është momenti se ka qenë periudha shumë e shkurtë. Nuk ka pas një dialog publiko-privat një kohë më të madhe, ose një kohë më të gjatë, në mënyrë që biznesi mu pregadit. Afati prej një viti do t'jap mundësi biznesit që të pregaditët, si në kontratat të reja që nënshkruan se biznesit e Kosovës kontratat e shitblerjes i bëjnë në afate një vjeçare. Dhe kjo do t'i jap mundësi biznesit që të përgatit kontratat e reja me çmimet e reja, të përgatit pasqyrat e veta financiare dhe vendimi të filloj mu implementu ashtu si që parashihet. Dhe kërkesa tjetër që vjen për partitë politike nga oda ekonomike e Kosovës është që sa ma shpejt që është e mundur t'i kemi të konstitura institucionet e vendit, t'i kemi të themelura institucionet e vendit si qeverin, si kuvendin e Kosovës, në mënyrë që ne t'kemi mundësi ku më ju adresu. Për shembull, është kushti që është i parapon me ligj për 50 punëtorëve. Ky kusht nuk përkon me realitetin, për arsye se kemi shumë startupa, të cilat institucionet e vendit i kanë subvencionu mu themelu. Ato startupe tani janë mjaft të suksesshme, i kanë mbi 50 punëtorë, por nëse atë startup e qet në tregun e hapur, te brenda 24 ore e mbyll atë startup. Dhe nuk është interes i shtetit, nuk është interes i ekonomisë që ato startupe ose ato biznese të vogla, që nuk kanë qarkullim 10 milion, po i kanë 50 punëtorë të mbyllën. Për këtë arsye këtu na nevojitet një ndryshim ligjor për me qartësu çështjen e të punësurve. Ne mendojmë në bazë sasisë së shpenzuar. Duhet t'jekët 50 punëtorë, duhet t'jekët edhe numri i qarkullimit në 10 milion, po duhet t'jetë me shpenzim. Sikurse që kanë qenë tarifat e vendosura për shembull për shtetarët e Kosovës, që kush shpenzon deri në 800 kW, ka këtë tarifë mbi 800 këtë. Kjo kishme pas logjikën dhe kjo kishme qenë ai matësi mas feri për mi vendosë bizneset e caktume në tregun e hapur nëse shpenzojnë mbi një sasi që i kishëm vendosë së bashku me zyrën dhe me bizneset.